Skenat që deri djena dukeshin të largëta dhe i shenim vetëm në vendet të tjera të botës, dje u pan edhe në Kosovë. Një autobus i mbushur me udhëtar është qelluar me armë zjarri në mes të ditës në fshatin Pagarush të Malishevës, duke krijuar momente paniku dhe frike për të gjithë ata që ndodheshin brenda. Për mrekulli nga breshëria e plumbave, nuk pati persona të lënduar, ani pse mjeti u godit në disa pjesë. Në vendin e ngjarjes, autoritetet kanë ndërhyrë menjëherë dhe kanë arrestuar një të dyshuar, ndërsa është sekuestruar arma e përdorur, një karikator si dhe 9 fishek. Në vendin e ngjarjes është konstatuar se autobusi ishte goditur në më shumë se 5 vende nga plumbat, e që fatmirësisht pra nuk raportohet për të lënduar. Me urdhër të prokurorit kujdestar për krime të rënda, rasti është cilësuar si vrasje e rënë në tentativë, ndërsa ndaj të dyshuarit është caktuar masa e ndalimit për 48 orë, si dhe motivet ende nuk janë bërë të ditura, kurse hetimet për sulmin janë duke vazhduar.